Territori i Kosovës për datën 23 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:35 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:33 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 4 deri në 14 gradë Celsius, Podujev 1 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri në 14 gradë Celsius, Pej 4 deri në 12 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 6 deri në 15 gradë Celsius, Malishev 4 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 3 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 5 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 12 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 15 gradë Celsius, Prizren 5 deri në 13 gradë Celsius.